Në atë koncertin e parë që dham në teatrin më të madh në Pekin. Dhe festat janë bërë në asambleja më e madhe, aty mblidheshin, ajo ishte vendi më i madh për këta deputetët e të gjithë rangun e Mao Zedongit e tjerëve. Atje hanim. Po çfarë të haje? Pse? Po jo ngrëm tëra. Çfarë të doje? Me gjarë për e me katran me boj. Në thoshin ishin sa byre qka të vogla, ishin e i hanim. Edhe në thoshin janë me mishmiu. Po kush ju thoshte që janë me mishmiu? Po si duhet në i kinez kështu, i thoshim ne me qfar mishi jase, kishe me rakli plot. Ne shi kjo që ram në mish, ku kishe mish këtu? Edhe ja spjegon të esh një kështu me këtë, u thanë këta, dhe të nesme në kanë shpur në atë fermën. Po ata ishin sa një lepur, si lepur ishin, kështu që s'pa të merak më. Kurse për më të madhin, vje koka e majmunit, në tavolinë. Rangu, ai që ishte i rangut më i madhi, Mehmeti për shembull. Kokën e majmunit kishte aty. Ishte nder i madh. Ishin ca vezë rini nga 10 vjet zjeni në tokë ato. Po Mehmeti bashkë me ju trekonte, darkonte kur keni qenë Jo, vetëm për një tetori, se ishte një tetori. Për këtë u nis edhe ky ansambli. Edhe Mehmeti, vetëm aty në asamble 2 herë që janë bërë, festa e një tetorit edhe një fest tjetër, që erdhi aty. Jo, kishte atë agentën e vetë. Sa ko keni ndonjë këtu në King, kur keni shkuar? 3 muaj. 3 muaj. Që vajtëm 50 kile dhe erdhëm 60 e ca kile. Nuk na njohën prindrit. Më kërkon të babaj në rinas. Ma keni parë një vajzë në fiqerete, thosh i shkreti. Unë këtu, përcis një faqet së më gifte. Pasaj kur të pa... Kocja ime, tha i shkreti. Ne me pandalonet grisura se i shim shëtosh. Nostalgjike kjo pjesë. Jemi kënaqur, veç. Ai ka qenë rruga parë dhe them rruga me bukur. Me atë Boeingun zbrit në Kairo, e zbrit në Karachi, e zbrit në Dhaka, e zbrit në Pekin, merr tjetër i shko. Ishte rruga e parë. Zotëmisia atje në King kur shkuat? Ishte gjendja jo e mirë, ishte koha e revolucionit, 67-ta. Disi t'gjoni mulërima natën, s'na zinte gjumi, që i arrestonin e që i bërtistin e. Nuk duhet të rini shumë e ne, nuk i linin. E donin takonim a një shoqëruse që i binte fezarmonikës, me 2 rojet e dera nuk në lanë, kur hikëm. Nuk në lanë të takonim. Ne rueshim për e atyre, po dhe ata rueshim kanë. Nuk në lanë, nuk kishe shoqëri. Vetëm shketë donin, se ne kudo që kemi vajtur i kemi bërë për vete. Ne bëm suedezët për vete. Që kërë kemi vajt në Suedi, rini na shikoni kështu se opinioni për ne ishe që janë njerëz të egër në male. Mendo që mund të jenë njerëzit e egër, dhe shikoni dhe nga mbrapa, ne që kanë këta kështu. Të shikoni mos kishin bisht, se kështu kishin thënë janë me bisht. Vërtet? Po kur anë dashurit gjithë ata që na shoqëronin Suedi me vajzat tona, njëra me bukur se tjetra, Lilin kulmin e bukuris, Gjulje, Elza, qishin gjithë, Linditat e letrat e të gjitha njëra me bukur se tjetra, i zgjithë të Panajoti, si mollë fshati, thosh. Që gjitha valet ishin me shami, bënd të shami provë që si do dinin mollëza, si do dinin sytë, po mos ishe bukur se mertaj. Doja të ndalqa pikërisht tek pjesa kur ju keni shkuar në Kin, ju ka lejuar familjarët tuaj, por meqense ju cekët pikërisht të pjesën që Panajot Kanaçi zgjidhte të gjithë, që do bëshin pjesë e asamblit dhe këngëve dhe valle popullore, dhe ju të theksuat që nëse mos ishte bukur nuk ju merrte. Në ato kohë vlerësoi talenti apo bukuria? Të dyja bashkë. Sepse këto kishin qenë dhe pallat pionerëve. Kishin bërë dhe kurs për balet. Edhe nga opera ka marrë.
Po tash skena. I dojnë qik të bukura. Edhe të talentuara. Po sot si Që janë? është e letë t'jesh artiste. Po sot si janë të talentuar apo të bukur? Sot është brez i bukur shumë. Është brez i bukur, ne ishim shumë të thjeshta. S'kishte që të kishe hundër një qik të shtrëmbë ta rregulloja, të kishe s'kishte. Kështu që ne jemi brez i bios, kështu themu kur pyesin, ne jemi bio. E dashur fiqerete, kur ju do niseshit për në kin, prindrit tuaj ju dhan ndonjë porosi kur ju do udhtonit për në kin? Na nderoshan të shkretët. Na nderon 18 vjeç. Do veja dhe mësuse. U ndjeve privilegjuar në ato kohë? Po si s'u ndjeva? Po gjithë lagja, vajza jonë, vajza jonë. Gjithë lagja të shkretët, gjëna. Po kur u ktheve, e mban mend si të kam pritur? Në shtëpi? Në shtëpi, në lagje, të gjithë afërmit tuaj. Erdhi vajza, erdhi të gjithë në rrugë. Të gjithë aty afër shtëpisë dolën të tërë. Pa aq se ishte zonë e vogël, ajo tash është bërë zmadhuar. Se erdhëm plot. Tani komplet është transferuar Tirana, është transformuar, nuk është më ajo Tirana e cila ka qenë në kohën kur ju keni qenë 18 vjeç dhe që jeni në këtë moshë jeni sot. E dashur fiqerete. Urdhro. Përveç Kinës, ju keni bërë edhe shumë udhëtime të tjera në të gjithë botën. Ju specifikoni që Kina është një ndër vendet që ju jeni kënaqur më shumë për vetë faktit se keni qenë edhe në moshë shumë të vogël. Në moshë edhe rrugë e parë. Në atëherë, rruga e parë po. Ju më vonë kaluat dhe u futët në konservator. Në konservator. Çdo të thoshte për fiqeret e kapojnë në ato momente konservator kur ju yt atëherë? Është moment i vështirë veç, sepse unë në kursin tim kisha liceiste të liceut që kishin bërë 11 vjetë, kush kish bërë instrument, kishin bërë muzik 11 vjetë, solfegje, harmonie të gjitha, unë s'kisha bërë asë një ditë. Kam patu shumë të vështirë. Edhe punoja, po falë që unë kam një vesh absolute ditë të gjithë aty në punë, ku jam që e dëgjoja njëherë dhe dilja në koncert. Njëherë e dëgjoja. Kjo më kanë ndihmuar shumë, po prapë punoja, dëgjoja, kishe edhe ku të lexoje, s'kishe literaturë. Vetëm rusishja sa ta mësosh, aq fjalë të reja dalin, sa të rishit, ke shumë e vështirë në gramatik. Me gjitha të mundoheshim. Unë nga pedagogjikja kisha bërë vetëm solfezhe dhe mandolin. Edhe kjo më ndihmonte, po dëgjoja shumë, kam dëgjuar shumë muzikë. Dëgjoja shumë muzikë, kisha dhe pedagogen time Gjuzepina Kosturin. Falë. S'ka problem. Një që ka kënduar Butterfly-n. E mbajnë mend të gjithë, prezi prindërve tanë, Butterfly asaj. Ajo më mësonte deri t'ecja, se kur ecja tash vërtet femër, po çik si haldupe. Ajo më bënte një orë ecje, vinte përpara, më fuste kraun me hapa të vogla, je femina, thosh femina, se fliste italisht. Edhe mësonte të hecja, si ti fusja diafragmën brenda kështu. Femër, thosh e shketa. Ka mësuar shumë gjëra, punoj shumë mirë ajo, po pastaj ndodhen shumë gjëra dhe asaj. Edhe iku doli në pension. Aty e pata të vështirë shumë gela vetëm ku të shkoja, po. Vin 3 rëmun, mo 3 vllata, një pianist e violinist, edhe vjen dhe ky pedagogu për kanto, Julian Bejeshi. Ai pastaja mori një 3-4 nxënës, mori dhe mua, unë dhe Zana Frashi, kemi punuar shumë, kemi dhënë një diplomë